kurdi. Nuk ka ndryshu qëndrim. Nuk ka ndryshu qëndrim. Në Kosovë është e vërtet që ka oligark. Dhe këta oligark tretën atëherë kur e bëjmë reformën e drejtësi, kur bëhet prokuroria aktive, kur bëhet gjyqësori i drejtë, dhe kritikat për prokurorinë dhe gjyqësorin nuk po i themon, po i thët pa numër herë pikërisht raporti i Bashkimit Evropian, i Komisionit Evropian për vendin ton, dhe kur ta kemi byroun për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme. Unë, si kryeministër dhe kryetar i subjektit fitues të zgjedhjeve, nuk jam kundër pasurisë, kundër të pasurve ose kundër pasurimit, por dua që kjo të bëhet me ligj dhe nder dhe punë. Unë besoj që është e mundshme dhe kemi pa numër biznese që dëshmojnë që kjo është e mundshme. Po ka disa oligark që duan super profit me dallavere e pa punë që dikur lagnin fytin partive politike që ankoshin se kanë betë pa funde. Me thëmë, një pjesë e këtyre oligarkëve, zoti Kurti, e mbajnë ekonominë gjallë, edhe këto shifrat që i referonin në eksport, sidomos në Shtetet Bashkuara në kështu, i kanë pjesë të vetën, tani këtu është pak e vogël. Një sfidë është në vete, zoti Kurti, për arsye se kjo ndikon direkt. Kanë shumë më shumë reklam se substancë, se na i shohim shifrat. Në Kosovë, barrën e punësimit nuk e bartin oligarkët. Barrën e punësimin e bartin ndërmarrjet e vogla të mesme. Po se janë më shumë. Janë më shumë edhe në numër, por edhe në përbërje e përmbajtje.